Ore ti e vën këture lekve të pista oti gjesh, po nuk i gjen ato dy kontener. Harroja. Djali, gjëse milion, të lutem avokat më falë, ndjes. Djali, pyta profesionin një shtë avokat, apo jo? Ngres zërin, se publicitet për klientën, e kupton? Roland Islami. Po pse ti nuk po bën publicitet? Po s'po le të flasë, Ti pre batutat më të bukura ti. Po. Batutat më të bukura ti. Shikosh nesër kur ti zjerja ai, shikosh ta ke po flet sefa po. Punë të legë janë bezdismë, kështu që janë bezdismë. Gjithë ideja është, po ta vini ret, pak në këto 3-4 ditë e fundit, Spaku ka bën sekuestro jashtëzakonisht shumë pasuri. 100 milion euro. 100 milion. Kryesisht pasuri të paluajtshme. Të cilat as mas nuk është ekzekutuar. Dhe është një padëkitje shumë e madhe që duhet letra i ke se vazhdojnë punimet, po çfarë janë bërë më? Vazhdojnë më kullat ndërtohen. Po më tani se sekuestro do të thotë ndalosh. Do të thotë ndalosh. Se ke një agjenci të administrimit pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara në Shqipëri e cila nuk e ekzekuton asnjë. Po se s'dia si gjë se çfarë bëjnë. Se çfarë bën, edhe unë të përfundoj pak. Sekuestro është një gjë, konfiskimi është një diçka tjetër. Sekuestro ndalon, jo se edhe sekuestro e ekzekuton. Lutem, sekuestro është diçka. Konfiskimi është një gjë më vonë. Kur e sekuestron të vazhdoj kulla apo jo? Po sigurisht që nuk do vazhdoj më. Vazhdon më kulla, është sekuestruar, vazhdon, do i ka të tretë kulla shtukit. Sepse doli ka 3, dalin dhe ka 15 mos, sepse po është sekuestru, mos si doli ka 3 për 4 ditë. Tani të lufturojnë se po thosha diçka krejt tjetër. Mo çfarë dush. Ideja është, domethënë, në momentin kur janë sekuestruar, jashtëzakonisht ka shumë prona të paluajtshme. Si është e mundë se nuk janë sekuestruar vetëm dje sot e para dje, edhe para një viti, e para 5 para 6 muaj. Edhe që do vazhdoj. Problemi qëndron këtu. Përse nuk bien çmimet e se është rrit koste ja mor zotri. Jo, se nuk është rritur kosta në 10.000 euro. Është rritur koste mo. Po pse më me çaj kanë bërë me diamante? Është rritur koste mo. Po tani se i një sekondë Jo, një sekondë, më lër. Se dua të bërtas tani se i prem dollar 2 minuta. Ka shkuar kontrata me pronarin e Truallit mbi 40%, 28%. Kjo është e vërtet. Dhe tani ndërtuesi atë e ka kosto. Pronarin e ka kosto të shtuar. Se je 40% me pronarin. Është kosto në ndërtim ajo. Është rritur kosta se paguan direkt 20% ndërtuesi për të marrë lejen. Kjo është e vërtet. Është rritur kosta se ka korrupsion në lëshimin e lejes. Dhe korrupsioni sot është në majat e icebergut, është rritur shumë. Korrupsioni